Një konferencë shkencore ndërkombëtare në shkencat kompjuterike dhe teknologjinë e informacionit do të mbahet për 2 ditë në ambientet të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës, me 10 kërkues shkencor nga universitete nga 22 vende dhe 3 kontinente të ndryshme, do të diskutojnë të njëjtën dhe të premten, lidhur me kërkimet më të fundit në fusha si inteligjenca artificiale, machine learning e të tjerë, dhe zbulimet e dala në pa në lëmin akademik dhe atë teknologjik. Më shumë se 22 vende të botës marrin pjesë në këtë konferencë, të cilat vijnë nga 3 kontinente të ndryshme. Kjo konferencë e parë, me një pjesëmarrje kaq të gjerë, është një sukses i vërtet. Për më tepër që organizohet në Universitetin e Durrësit dhe jo ato të Tiranës. Shpresoj se kjo konferencë do të pasohet nga të tjera në vazhdimsi. Kjo konferencë përfshin topics të ndryshëm si inteligjenca artificiale, machine learning, cloud computing, information technology, emerging technology dhe topics të tjera. Risia që sjell konferencë është sepse ne kemi aplikuar për indeksimin e Proceeding Book në Springer dhe shpresojmë shumë që kjo të na aprovohet nga Springer. Gjatë 2 ditëve të konferencës ndërkombëtare pritet ta marrin fjalën studiues dhe kërkues shkencor nga të gjitha vendet pjesëmarrëse për të prezantuar para trupës akademike rezultatet e kërkimeve të tyre. Zhvillimi i kësaj konference vendos dhe një herë Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës dhe Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit në fokusin e universiteteve prestigjioze ndërkombëtare në Evropë dhe më gjerë.